Punën e gjeta, verifikimin e kryerjes së tashëve që ka mbet me marrë rrogën. Seni më i vështirë në Upwork duhet me gjetë punën e parë derisa të lësh kontratën edhe s'mundesh me shtu banka që e në Kosovë sa Upworku nuk e njeh Kosovën. Na me atë rruga. Ky veni jonë i bukur Kosovë na i sjell disa kufizime të panevojshme. Megjithatë, për çdo problem ka zgjidhje. Ekzistojnë disa banka ndërmjetësuese të cilat ti mundesh mi përdor në mënyrë që mi tërheq parat nga Upworku e me i deponu në Kosovë. Disa nga këto banka janë Payoneer, Wise ose të ngjashme me të, PayPal dhe Paysera. Secila nga këto banka i ka pros edhe cons të vetat. Hajde të shumë bashkë të cilën prej tyre ti ja vlen me shqyrtu edhe me hap një llogarinë e tu. Po startojmë fuqishëm, po startojmë me platformën Payoneer, e cila jo vetëm që e njeh Kosovën, po mundesh mu pajis edhe me kartel. Edhe pa pikë problemi mundesh me integru bankën e cilën ti e ke në Kosovë, me lidh me Payoneer edhe me bë transaksione pa pikë problemi brenda të jashtë vendit. Një kon si Payoneerit është fakti që ka disa hidden fees që janë të asociuar me ta. Platforma tjetër është platforma Wise, e cila në esencë është ideale. Për vetë faktin se mundesh me bë konvertimin e dollarit në euro brenda platformës me vlerë të tregut. Dhe më pas nga Wise me i transferu parët në Paysera e nga Paysera në Kosovë që të vjen me pagu një fi minimale. Një e të Wise-it është se fillimisht nuk pajisësh me kartel, e më rëndësishmja është që sipas politikave të reja, ti nuk mundesh me hap më account për pranim edhe transfer të pagesave. Platformën tjetër e kemi me platformën PayPal. PayPal është goxha i sigurt. Nuk i nevojë as me jap IBAN ose të ngjashme, thjesht e lidh me email edhe krejt procesi i pranimit të pagesës dhe dërgimit të pagesës në bankën tonë është proces automatik. E një e madhe e PayPal-it është se nuk mundesh me hap llogari nga Kosova. Platforma tjetër është platforma Paysera. Një pro e madhe Payserës është që jo vetë që e njeh Kosovën, jo vetë që pajisësh me kartel, po edhe ki deg të saj në Kosovë. Ndërsa konsi Payserës është se për me mujt me lidh me Upwork, duhet kjo mu bë përmes wire transfer, e cila për çdo transakcion kushton $50. Për me shtu metodën e pagesës në Upwork, dush me shku te settings, get paid, add a method, edhe me selektu metodën të cilën te preferon. Nëse nuk i Wise existent, na të rekomandojmë me startu me platformën Payoneer. Për çka do pyetje ose paqartësi, unë të ftoj që më na shënu edhe mu bë pjesë e komunitetit tonë. Shihemi në videon tjetër.